Mendoj të gjithë njerëzit e rreth teje duke adhuruar gur që nuk flasin dhe nuk dëgjojnë. Në mes të kësaj errësire, një djalosh ngriti kokën nga qielli dhe bëri pyetjen që ndryshoi rrjedhën e njerëzimit: kush është Zoti im i vërtet? Për të sjellur popullit të tij argumente racionale, Ibrahimi a.s. kur pa yllin që shkëlqente në natën e zezë tha: ky është Zoti im, por ylli perëndoi. Pa hënën që ndriçonte mbi botë, por edhe ajo u zhduk. Pa diellin madhështor, por edhe ai u fsheh në horizont. Me një logjik të pastër që boronte nga shpirti, ai deklaroi duke thënë: o populli im, unë nuk i dua ata që perëndojnë. Ibrahimi a.s. kuptoi se krijuesi nuk mund të jetë diçka që zhduket, por ai që krijoi vetë dritën, hapësirën dhe kohën. Besimi nuk është thjesht trashëgimi nga prindërit, është dritë e mendjes dhe kërkim i së vërtetës. Nëse e kërkon Allahun me sinqeritet, do ta gjesh atë në çdo detaj të universit. Shkruaj la ilaha illallah dhe ndeqe faqen për pjesën e dytë, përballja e guximshme e Ibrahimit a.s. me mbretin dhe idhujt.